Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetjet tona të sinqerta mbi vunën e gjithë pejgamberëve. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona njihje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij dhe në dersin e fundit, pra autori kishte folur për turpin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ndërsa sonte o vëllezër autori na vjen me një kapitull të ri e që është çfarë është transmetuar për hijxhomën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Imam Tirmidhi o vëllezër në këtë kapitull i ka pru 6 hadithe që tregojnë për hijxhomën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, urdhrin për të bërë hijxhome i dërguari i Allahut, pra na ka porositur gjithë neve. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam në fund e kishte shpërblyer pra hijxham bërësi. Prandaj vëllezër, prej qëndrimeve në të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam merret shembull është edhe mjekimi. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pas që e ka mjeku veten e tij, i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar që njerëzit të mjekohen. Pra ka urdhëruar ata të cilët janë të sëmur të mjekohen. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përdorur metoda të mjekimit. Po ashtu i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përdorur edhe ilaçe për të u mjekuar për veten e tij, dhe një ashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që edhe të tjerët pra të mjekohen. Ka ardhur një hadith prej haditheve të sakta që e gjejmë tek Imam Ebu Daudi, ndërsa hoxha i Islamit Muhammed Nasruddin al-Albani e ka cilësuar prej haditheve të sakta ku Usame ibn Sherik tregon. Thot erdhën tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam disa persona dhe i thanë: "O i dërguari i Allahut, a të kurohemi?" Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Po, o robër të Allahut, mjekohuni." Dhe pastaj i dërguari i Allahut vazhdoi duke thënë se Allahu nuk ka quar ndonjë smundje, veç se ka quar për atë smundje edhe shërimin. Dhe pastaj thot i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përveç një smundje. I than: "Cila është ajo smundje, o i dërguari i Allahut?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ajo është pleshëria." Pra ky hadith është prej haditheve të sakta. Kjo o vëllezër është edhe prej urtësisë së Allahut të lartësuar, sepse i modhi Zot kur e sprovon dikant, ai edhe e ndihmon. Nëse Allah azza xhela sprovon dikon me smundje, ja çon edhe ilaçin si shërim. Nëse Allah subhanahu taala sprovon dikon me mëkat, ja çon edhe pendimin si shpëtim. Nëse Allah azza xhela e sprovon dikon që me harame apo me vepra jo të mira, Allah subhanahu taala pastaj e ndihmon ato me diçka tjetër e cila është e lejuar. Prandaj mjekimi është halal. Pra është një gjë e cila është e lejuar. Pra këto e ka vërtetu edhe Allahu në Kur'an, po ashtu dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk mundet me e kundërshtu askush pra mjekimin, përveç ata të cilët e kanë tepruar në fenë e Allahut të lartësuar. Mirë po mendimi i tyre nuk merret parasysh, sepse mendimi i tyre pra kundërshton urdhrin, veprën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. I dërguari i Allahut të vëllezër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përgëzuar të sëmuarin se ilaçi ekziston. Pra, e ka rahatu të sëmuarin se ilaçi ekziston. Pa marrë parasysh se sado që tjetë smundja e vështirë. Dhe hadithin e kemi tek Imam Muslimi, ku i dërguari i Allahut ka thënë: "Për çdo smundje ka ilaç." Ndaj, nëse qëllohet ilaçi që e lufton smundjen e të sëmurit, do të shërohet me lejen e Allahut subhanahu taala. Por ne shpesh ndëgjojmë, domethënë njerëz duke thonë se shumë të sëmur po kurohen, por pak për atyre po shërohen. Pra shumë për tyre shkojnë te mjeku, i marrin barat, mirë, po pak për tyre, pak ka për tyre që po shërohen. Dhe ekzistojnë edhe shumë smundje tjera për të cilat ende nuk ka ilaç për shërim. Dietarët janë përgjigjur edhe kësaj shtypje, do thonë edhe kësaj pyetje, dhe kanë thonë: nuk është shkaku që nuk ekziston ilaçi për atë lloj të sëmundjes. Mirë, por problemi është se
nuk din se si me e vlerësu dhe me e qëllu llojin e smundjes, dhe pastaj nuk din dhe me e qëllu llojin e ilaçit për atë smundje. Që do të thotë, kanë thonë, ilaçi është prezent, mirë po nuk din me e shkrujt tamam ilaçin për qatë lloj të smundjes. Dhe për këtë që e tham, na dëshmon neve vetë hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku thot i dërguari Allah, thot Allahu nuk ka zbritur ndonjë smundje, pa zbritur për atë smundje edhe shërimin. E diti kush e diti, injoroj kush injoroj. Hadithi është i saktë tek Imam Ahmedi. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam me këtë hadith o vëllezër e ka për qëllim për realitetin e kurimit dhe jo për mos ekzistencën e ilaçit. Pra ilaçi është prezent, por lum atij që Allah ja ka mundsu, pra me gjet ilaçin, pra mjeku me e bo ekzaminimin tamam çu duhet, edhe pastaj me e qellu llojin atij ilaçit për atë smundje. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam vëllezër, për vetëm që ka urdhëruar që të tjerët të kuron, pra të shëron, i dërguari Allahut edhe ka zgjedh mjek të cilët janë më të mirë. Domethënë nuk është marrë ti më shku me zgjedh cili është mjeku më i mirë, se këtu ka të bëj me shënetën tënde. Ka të bëj me diçka që ti ki mu pyet në ditën e Kiametit. Sikurse që insani i kërkon dietarët më eminent që thirin Kur'an dhe Sunet dhe që e kanë kuptuar këtë fe të Allahut, ashtu si që e kanë kuptuar shokët e pejgamberit, njëjtën gjë edhe në mjeksi, po edhe në çdo punë të jetës së insanit duhet me zgjedh atë i cili është më i mirë. Kanë ardhur një person i smut tek i dërguari Allah dhe me të kanë qenë edhe dy të tjerë të cilët kanë pretenduar se janë mjek. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka pyet: kush prej juve dyve është më i miri mjek? Pra ka zgjedh për aty dyve njërin i cili është më i miri. Dhe ata i kanë thonë: o i dërguari Allahut, a ka mirësi në mjekim? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ju ka thonë: ai i cili e ka zbritur smundjen, ai e ka zbritur edhe ilaçin. A ka mirësi, o i dërguari Allahut, në mjekim? Ka thonë: ai i cili e ka zbritur smundjen, ai e ka zbritur edhe ilaçin. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam vëllezër e ka mjeku vetën e vet. Ju e dinin betejën e Uhudit se çfarë ka ndodhur me pejgamberin e Zotit. I është shqy faqja, i është thy dhombi, helmeta i është në kokë. Fatimja radiallahu anha, pra e bia e pejgamberit të Zotit, gruaja Aliut, me ujë ja ka la ftyrën, Aliu i ka pru ujë, mirë po gjakderdha nuk është nal, pastaj Fatimja ka marrë disa shkopin prej hastrës, i ka djeg, është bo pluhun dhe me pluhun ja ka ndal pejgamberit alayhi salatu wasalam, domethënë rrjedhjen e gjakut, dhe hadithi është tek Imam Buhariu. Po ashtu pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe ka urdhëruar që kur insani ka temperaturë se si më ushëru, dhe thot i dërguari Allahut hadithin e Imam Buhariu: zjarmia është pjesë e valës së ajrit të xhenemit. Andaj ka thënë profeti i Zotit: freskojeni me ujë. Pra këtu i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përngjasu temperaturën apo zgjamin e trupit me erën e valës së zjarrit të xhenemit. Po ashtu i dërguari Allahut vëllezër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është mjeku dhe ka urdhëruar pra të mjekohet insani edhe me mjalt. Ka një person tek i dërguari Allahut, hadithi është tek Imam Buhariu, dhe i ka thonë: ja Rasulullah, vllai jem po ankohet për dhimbjeve të barkut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka urdhëruar dhe i ka thonë: përdore mjaltën. Dhe pastaj pra ka ardhur dhe i ka thonë: ja Rasulullah, vllai jem pra është shëruar. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka porosit që insani me përdorë dhe farën e zezë, e cila njihet si fara e bereqetit. Pra i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: në farën e zezë ka shërim për çdo smundje përveç samit. Që është sam? Është vdekja. Hadithi është tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Pse kjo parahyrje për temën tonë u përmend tani o vëllezër? Me qëllim me tregu se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pos që o shëru vetvetiu, ai ka urdhëruar që edhe mu shëru, me marrë sebepin, je i smund, me shku tek mjeku, mu kontrollu, pastaj me marrë udhëzimin e mjekut, me marrë porosinë e tij, edhe me vazhdu pastaj edhe trajtimin nëpërmjet atyre ilaçeve që mjeku i ditur t'i ka dhënë dhe më mbështet Allahut subhanahu wa taala për shërim.
Autori pra tham këtë temë nis me hijam. Hijamja është një prej llojeve të mjekimeve që e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cila është shumë dobripruse. Pse? Sepse i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar dhe ka porosit ummetin e tij me bo hijam. Dhe mbi gjitha pejgamberët e sam hijambërsin e ka pagu. Dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vëllezër natën e Isras, hadithi është i saktë, Sheikh Albani ka cilësuar për haditheve të sakta, thot jam porositur prej melekëve për të bërë hijamën. Me një transmetim ka thonë urdhëroje ummetin ton me bo hijamën. Pra, çka është hijamja dhe si bëhet hijamja? Ata të cilët e kanë zanat apo mjekt që mirë me këtë punë, ata dinë me trajtu shumë më mirë se sa unë. Mirë po unë, si përfarsisht për i përmeni ato çfarë ka përmen pra hoxha në libër. Pra, hijamja bëhet duke e prerë apo duke e qarë lëkurën, me diçka e cila është e hollë, qoftë brisk apo qoftë diçka tjetër që është shumë e mprehtë dhe hollë, dhe se qëllimi kryesor i hijamës është lëkura tjetë sa më pak e dëmtuar. Dhe se qarë e lëkurës tjetë si përfaqësore, dhe jo tjetë e thellë, dhe më pastaj nëpërmjet kupzave nxirret ai gjak i cili është pra mes shtresave të lëkurës, i cili është lloji i gjakit që është shumë pak i lëvizur. Pra, këtë lloj të mjekimit nëpërmjet të hijamës, e cila është një prej sebepeve me ndihmën e Allahut të lartësuar e shërimin e shumë smundjeve, edhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas që e ka bë, ai edhe ka porosit. Dhe hadithi është tek Imam Buhariu, ku thot i dërguari Allahut, thot shërimi gjendet në 3 gjëra. Të parën e ka përmend i dërguari Allahut konsumimi i mjaltës, s'dyti ka thonë i dërguari Allahut kupa e hijameve, pra nxjerrja e gjakut nëpërmjet kupave, pra hijamja, edhe e treta ka thonë hekuri i skuqut. Do të thonë kur kanë pas në një varr, një plagë të madhe përpara, e kanë nxjerr hekurin, edhe pastaj i kanë mshuar aty venit ku ka dalë gjaku, por thot i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa unë thot i ndaloj ummetit tim përdorimin e hekurit të skuqut. Dini o vëllezër se hijamja i sjell dobi madhështore trupit. Me lejen e Allahut të lartësuar, janë shëruar shumë smundje të ndryshme, bile edhe ato smundje për të cilat njeriu ka menduar se nuk ka shërim. Mirë po Allahu ka thënë shërimin nëpërmjet hijamës. Pse? Për të treguar dhe për të vërtetuar përsosmërinë dhe madhështinë e mjekësisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por është një gjë që duhet me ditë. Ajo është se mjekimi nuk bie ndesh me mbështetjen në Allahun e lartësuar. Pra me tevekkulin. Kjo është sebeb që Allah e ka thënë. Andaj nëse ti e përdor mjekësinë, nuk do thotë se ti ke rënë ndesh me mbështetjen në Allahun e lartësuar. Edhe pse robi i merr sebepet për gjërat të tij, të jetës së përditshme, qoftë për kurim, përsëri duhet i mbështetemi Allahut të lartësuar për shërim. Ka ardhur hadithi tek Ibn Majah, i cili është për haditheve të sakta nga Usame ibn Sherik, i cili thot se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mjekonu o robër të Zotit, Allah nuk ka zbritur ndonjë smundje veçse ka zbritur shërimin e saj përveç pleqërisë." Dhe autori e vëllezër e fillon në hadithin 360 të Anas ibn Malikut, ku është pyet Anas ibn Maliku për fitimin e atij i cili bën hijamën. Anas ibn Malik është përgjigjur dhe ka thonë Ebu Tajba i ka bo hijame pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërsa i dërguari Allahut ja dha si shpagim 2 sa, prapërsisht 6 kg prej ushqimit, qoftë hurma apo elb apo grun. Ja ka dhënë pra 2 sa dhe pastaj thot e ka porosit pronarët e tij mjalet su taksat, kështu që ata ja kanë paksu ati taksën, po ashtu pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë mjekimi më i mirë që mund ta përdorni është përmes hijamës, ose thot transmetuesi ka thonë ajo është prej mjekimeve më të mira. Hadithi është tek Imam Buhariu me numrin dorë 2102. Ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wasalam vëllezër është argument se lejohet me pagu hijam bërsin. Do të thonë fitimi prej hijamës është e lejuar. Sikurse ky fitim kishte qenë i ndaluar, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ja kishte dhënë hijam bërësit 2 sa, pra prapërsisht 6 kg
prej ushimit. Mirë po, ka një transmetim i sakt, që është tek Imam Muslimi, që transmeton Rafi ibn Hadij, i cili thot, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë, fitimi i hijamës është i pist. Parja që i merret prej hijamës, ka thonë është e pist. Pra ky hadith, që është i sakt tek Imam Muslimi, nuk tregon se fitimi nëpërmjet hijamës është ndaluar. Sepse të kishte qenë ndaluar, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk do t'ja kishte dhënë hijambërsit pra 2 sa, me një transmetim na vjen pak më vonë 3 sa. Por pse i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur fitimin nga hijamja si të pist, për arsye se vepra e cila punohet dhe mënyra e cila se si fitohet kjo pare, kanë thonë nuk është prej fitimeve të këndshme, sepse qahet likura, nxirret gjaku, pra ka të bëjë me diçka që është prej papastërtisë. Për atë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend hadith dhe ka thonë se është prej fitimeve të pista, por nuk do thotë kjo që është haram me marr. Jo, është e lejuar. A kemi ndonjë shembull tjetër urrim? Po e kena. Për shembull e kemi hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam ku i dërguari i Allahut flet për çepën edhe hudrën. Çka ka thonë i dërguari i Allahut për çepën edhe hudrën? Ka thonë janë 2 penë, janë 2 bim, të cilat janë të pista. Pse e ka thonë janë të pista? Për shkak të erës edhe aromës që e kanë ata. Dhe i dërguari i Allahut ju dini ka ndaluar një person i cili han hudra se han kep me orë në xhami. Mirë po, a do të thotë kjo se është ndaluar na me hongër çepën edhe hudrën? Jo, kjo është e lejuar. E njëjta gjë edhe me fitimin e cila fitohet prej hijamës. Pastaj pjesa e hadithit ku thot i dërguari i Allahut e porositi pronarën, m'ia lecu taksën, kështu që ata ja paksuan taksën. Ebu Tajba, domethënë ky që ja ka bëj hijamën pejgamberit, ky ka qenë rob të zotnia i vet. Edhe ky përveç punës që e ka bëu për zotnin, ai ka bëu edhe punë shtesë, punë tjera, gjatë ditës, gjatë javës apo gjatë muajit, edhe tallën e ka ndonë me zotnin e vet. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar që me ja hunç pak atë vlerën, domethënë me zbrit pak pragun që ky është dashur m'ia dhon pra zotrisë së tij dhe kjo ka ndodhur me ndërmjetësimin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe fundi i hadithit është ku thot i dërguari i Allahut mjekimi më i mirë që mund ta përdorni është përmes hijamës ose ajo është për mjekimeve më të mira. Kjo pjesë e hadithit o vëllezër të pejgamberit alayhis salatu wasalam tregon vlerën dhe dobinë e madhe që e ka mjekimi nëpërmjet hijamës. Ndërsa sot shumica njerëzve nuk ja din rëndësinë dhe vlerën dobiprurse që përfiton trupi i insonit dhe që shërohen disa lloj të smundjes nëpërmjet hijamës. Mirë po dietarët kanë tregu dhe kanë thonë nëse dikush dëshiron me pa dhe me njoft më së miri vlerën e bërjes së hijamës, kanë preferuar me lexu pra mjekësinë e pejgamberit, posaçërisht të Ibn Qayyim el-Jauziut që e ka përmend në Zadul Ma'ad, dhe aty pra Ibn Qayyimi ka përmend shumë gjëra, ka përmend domethënë dobit e mëdha që përfiton nëpërmjet të hijamës dhe ka përmend se cilat janë vendet ku i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra e ka bëu hijam. Dhe autori vëllezër na vjen me hadithin 361 nga Ebu Xhamile, i cili përcjell prej Aliut radhiyallahu anhu, i cili thotë se i dërguari i Allahut ka bëu hijame dhe më urdhroi me pagu bërsin e hijamës për punën e tij. Ky hadith në zinxhirin e këtij transmetimi pra ka dobësi, ndërsa këtë e vërtetojnë apo e forcojnë hadithe tjera, hadithin paraprak dhe hadithet që do të na vinë neve të sakta që i gjejmë tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslimi. Dhe autori sjell hadithin 362 nga Shabiu prej Abdullah ibn Abbasit, i cili thotë se i dërguari i Allahut ka bërë hijamën në 2 kapilarët e qafës dhe në pjesën e përme mes 2 shpatallave. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pagoi hijam bërsin, e sikur ky veprim thotë të mos ishte ndaluar, atëri i dërguari i Allahut nuk do ta kishte pagu. Edhe ky hadith, pra dietarët e hadithit kanë thonë se ka dobësi në zinxhir. Mirë po,
e forcojmë hadithet tjera që një prej tyre është hadithi tek Imam Muslimi me numrin dorë 1202 nga Ibn Abasi, i cili thotë se një rob prej fisit Benu Bejat i ka bëj xho me pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe në atë rast i dërguari i Allahut ja bëri atij pagesën, pra e ja ka pagu punën, si dhe ka bisedu me zotin e tij, me pronarin e tij që me liru prej taksës, sikur pagesa, thot sahabiu i nderuar Ibn Abasi, e hijamës të ishte ndaluar, atër pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk do t'i kishte dhënë hijambërsit asgjë. Po ashtu kemi hadithin tjetër të Ibn Abbasit që e gjen tek Imam Buhariu me numrin dorë 2103, i cili thotë se i dërguari i Allahut e ka bërë hijamën dhe e ka pagu pra hijambërsin, dhe thotë sikur kjo t'ishte ndaluar, atër pra nuk do t'i jepte asgjë. Pra autori ka pru këto hadithe me tregu për lejushmërinë dhe veprën e pejgamberit që ka bëjë xhome, por të njëjtën kohë, domethënë se lejohet edhe ai i cili e bën atë vepër me marr pagesën. Dhe autori na sjell hadithin 363 për Ibn Omerit, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu selam e thiri një person me i bëhi xhome. Dhe masi që e ka përfunduar xhomën, e ka pyet, sa e ki taksën që e ka pagu, që e ka pas tek zotëria e vet. I ka thonë 3 sa, prafërsisht më pak se 9 kg. Atër pejgamberi alayhi salatu selam ja lehtësoi taksën për 1 sa tek patroni i tij, dhe pastaj e pagoi pjesën e punës së tij, domethënë pjesën e mbetur që ai e ka punu, ja ka bë pra i xhamën pejgamberit alayhi salatu selam. Pra i dërguari i Allahut pas që pagoi punën e tij, ndërmjetësoi te zotnia prej 6 kg, prej 9 kg me zbrit në 6. Dhe autori e sjell hadithin 364 prej Anas ibn Malikut, i cili thotë se i dërguari i Allahut e ka bëj hijamën në 2 kapilarët e qafës dhe mes shpatullave, dhe i dërguari i Allahut e ka bëhat në ditën e 17, 19 dhe 21 të muajit hëndor. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumicën e rasteve e ka bëj hijamën mes 2 shpatullave këtu. Mes 2 shpatullave. Sepse ky vend është më i dobishëm për atë i cili dëshiron me bëj hijamën. Hulumtimet mjekësore bashkëhore kanë arrit me dëshmu këtë vend për me bo aty hijamën. Në konsult unë me disa prej vëllezërve të tanë që Allah ju ka dhënë dijet mjekësisë, e kum pyet, domethënë pikërisht për këtë vend, që do ta lexoj, domethënë atë pjesë pse i dërguari i Allahut e ka bëu hijamën këtu. Ndërsa Allah i nderoj për mjekëve tanë që kanë njohuri në mjekësi, njëjtën gjë ma kanë thonë, domethënë se ajo është e vërteta, se aty ku i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bëu hijamën mbrapa 2 shpatullave, është vend ku më së shumti ka eshna, është vend ku më së paku qarkullon gjaku, është vend ku më së shumti ka kapilar gjakut dhe është më së shumti mund të marrë deri tek trashësia e gjakut. Për atë dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëru, e ka bë dhe ka preferuar që ai vend mu bëhej xhom. Domethënë, pas që i dërguari i Allahut ka treguar një gjë të tillë, është vërtetuar nga puna tina, domethënë mjekësia e sodit po e vërteton, domethënë se pikërisht çfarë ka thonë i dërguari i Allahut, po vërtetohet edhe me mjekësi se ai vend është vendi ku ka më shumë të eshna, ku ka qarkullim gjakut më pak, ku ka më shumë të, domethënë kapilar e kështu me radhë. Pra studimet e funit kanë porositur që mu aty mu bo edhe hijamja mes 2 shpatullave. Mirë po pejgamberi alayhi salatu selam nuk e ka bëu hijamën vetëm mes 2 shpatullave. Aty ku ka pas dhimbje të trupit, aty edhe e ka bëu edhe hijamën. Ka ardhur hadithi tek Imam Buhariu me numrin dorë 5700, ku i dërguari i Allahut ka qenë në ihram. Edhe e ka bëu hijamën në kokë. Këtu e ka bëu në kokë. Për shkak të dhimbjes që i ka pasur në kokë. Me një vend që është lehi Gjemal. Ky vend është mes Mekës dhe Medinës, mirë po është më afër Medinës. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, domethënë nuk e ka bëu hijamën vetëm mes 2 shpatave, po aty ku ka pas dhimbje, aty edhe ka bëu pejgamberi sa. Pra autori e pruni këtë hadith me tregu se nuk është kusht vetëm tek shpatulla, po aty ku ka dhimbje, aty edhe e bën. Pra pejgamberi sa me ka bëu edhe në mes, edhe në kokë.
e ka bo hijamën. Mirë po pjesa e hadithit thot se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bo hijam ditën e 17, 19 edhe 21 muaj nënor. Këto janë ditët më të mira dhe janë ditët më të dobishme për hijam. Pse? Edhe gjatë ditët e javës, domethënë lejohet insani me bo hijamën ditën e hënë, ditën e martë dhe ditën e mërkurë. Por pse këto ditët e bardha, domethënë 19, 17, 19 dhe 21, kush është urtësia këtu? Kanë thonë se gjaku në këto ditët shtohet më së shumti në atë pjesë, për atë edhe preferohet që këto ditë me bo hijamën, pra me nxjerr gjakun. Dhe autori sjell hadithin 365 dhe ky është hadithi i fundit për sonte nga Anas ibn Malik, i cili thotë se pejgamberi alayhis salatu wasalam përderisa ishte në ihram e ka bo hijamën në shpinën e komës, pjesën e lartë të komës, tek vendi i quajtur Melel. Melel është një vend mes Mekës edhe Medinës. Më afër kanë thonë ulemaj është Medinës, dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam pra aty e ka bo hijamën në shputën, në pjesën e lartë të komës. Ka një transmetim tek Imam Ahmedi, i cili është i saktë, e ka bo hijamën në pjesën e lartë të komës për shkak të dhimbjeve që i ka pas. Pra ka pas dhimbje aty, dhe aty pejgamberi alayhis salatu wasalam pra e ka bo hijamën. Pra hijamja është një gjë e cila përës që shëron, ajo edhe e ndalon edhe dhimbjen, se kështu po tregon i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe pra njerëzit të cilët kanë vujt prej dhimbjeve, kanë bot një të gjë dhe kanë pas sukses. Po ashtu ky hadith është argument të vëllezër se hijamja nuk ndikon tek muhrimi. Nëse insani është në haxh ose në umre dhe i ka teshat e ihramit veshur, pra nuk ndikon hijamja tek muhrimi. Qysh nuk ndikon? Nëse ka dhimbje në trup apo në kokë, dëshiron me bo hijamën, edhe ju e dini se nuk lejohet me jek flokt. Nuk lejohet me ru flokt. Momentin kur e ke bon jetin e umrës ose të haxhit, e ke vesh ihramin, pra nuk janë disa vepra të cilat janë të ndaluara me u bë. Por nëse detyrohesh me hek, mi pastru kimet prej trupit, atëherë ti penalizohesh. Domethënë, e bën një të ngjo, e hek, e pastron, e bën hijamën, mirë po e pagun domethënë, e pagun shpagimin të po asaj ndalese. Se është ndaluar kur jeti në ihram, mjek flokt, auton përderisa nuk janë kry rritët, ose me ruj flokt, ose me qit parfem, e kështu me radhë që janë gjëra prej rriteve të haxhit. Qysh është shpagimi? Është me prej një dele aty tukon Mekë, mi u dhonë 6 vetëve ushim tukon Mekë, ose me agjëru 3 ditë. Agjërimi 3 ditë, ulemaj kanë thonë se nuk është kusht vetëm aty në Mekë, po bën edhe kur vjen në vendin tonë. Por nëse e bën hijamën edhe nuk ka nevojë mi hek kimet, atëherë nuk ka kur një farë shpagimi. Nuk ka kur një farë shpagimi, sepse i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vëllezër, pos që ka bo hijame, hadithi është tek Imam Buhariu, që kur ka qenë në ihram, ka bo hijame edhe kur ka qenë agjërushëm. Pra dhe kur ka qenë agjërushëm, pra dhe i dërguari i Allahut e ka bo hijamën, mirë po kjo këtë varet prej forcës së insonit dhe durimit sa mundet me duru. Pra këto ishin këto 6 hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam që treguan për hijamën dhe si i dërguari i Allahut pra e ka përdor për përshërim dhe vendet ku i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra i ka bo hijam me shpresë që në dersin ton të radhës ku autori do të na flet për emrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i shpërblet.